Sa rrezikohet konkretisht Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se në 2 deklarata publike që ai ka bërë, një për mediat shqiptare, por një dhe për CNN-in në 2016, ku deklaronte se Donald Trump do të ishte një rrezik për Amerikën nëse zgjidhej president, por edhe për vetë botën. Nga ana tjetër, është tallur disa herë me figurën e presidentit Trump, ndërsa ditën e djeshme sekretari amerikan I shtetit Marco Rubio tha se kush tallet me Donald Trump e ka të qartë fundin e tij. Në këtë rast, vetë Edi Rama, a është I rrezikuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës? Unë do ta shikoja sjelljen qasje ndaj zotit Rama në 2 këndvështrimin juridik dhe në këndvështrimin padyshim në politikë, të kuptojmë. Në këndvështrimin juridik, zoti Rama rrezikon. Sepse rrezikon për shkak se zoti Rama është përfshirë në çështje me Gonigal. Është një çështje e cila me Gonigal ka qenë numri 2 I inteligjencës më të rëndësishme, që është ajo FBI, dhe ai e korruptoi. Dhe korruptimi I tij nuk është thjesht I korruptim normal, I zakonshëm, I njeriu që ka qenë në një detyrë, në funksion të caktuar. Është që ti të synosh padyshim sigurinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ata kur synon sigurinë e tyre, padyshim që nuk të falin dhe marrin masa. Dhe ky është këndvështrimi juridik. Pra, nuk është edhe parë që zoti Rama ka kryer veprime që kanë shkelur ligjet federale të Shtetet Bashkuara, po ka qenë në rast I përsëritur, duke marrë parasysh faktin që edhe në vitin 2012 ai prezantua si bashkëshortja e Bilalit, pra që dihet ajo historia ku mori pjesë në një mbrëmje gala të organizuar nga ish presidenti kohës Barack Obama. Dhe përsëri njëjti person atëre që ishte sponsori I zotit Rama, u dënuar në Shtetet Bashkuara, pra Bilali, dhe së dyti është rasti I Megonigalit. Kështu që nga pikpamja juridike, zoti Rama ka synuar sigurinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës me korruptimin që ai ka bërë numri 2 të agjencisë më të rëndësishme siç është ajo FBI. Pastaj përket nga pikpamja politike, pastaj të kuptohet kjo sepse zoti Rama nuk është I lider shqiptar, do ta kuptojmë këtë. Zoti Rama është nuk është I lider siç ka qenë zoti Nano, që ka qenë lider një prodhim shqiptar, ose zoti Berisha, ose zoti Meta, që janë prodhim shqiptar. Zoti Rama është prodhim ndërkombëtar. Dhe zoti Rama është prodhim I qarqeve të caktuara që janë në influencën e George Soros. Dhe ne dim që zoti Rama ka qenë pjesë e pandashme dhe pjesëtar I organizatave të George Soros. Dhe ju e dini tashmë që George Soros nuk ka asnjë aktivitet në Europë. Nuk ka asnjë aktivitet në Europë dhe vetëm në Shqipëri ka. Vetëm në Shqipëri sepse ushqen me para apo me informacione, po qoftë edhe me forma të tjera, e ushqen zoti Rama. Dhe mos harrojmë që George Soros ishte drejtuesi në hije I departamentit të kaluar I shtetit që bëte pjesë edhe me president zotin Biden dhe me sekretar shteti si e kish ky sekretari shtetit Antony Blinken. Po, I cili vinte në Shqipëri, na I paraqiste në Shqipërinë, vendin më të bukur, më të lumtuar në botë, na paraqiste zoti Rama si liderin më të iluminuar që kishte parë ndonjëherë njerëzimin, dhe edhe pse zoti Rama vinte zgjedhjet, se zoti Rama kishte larguar nga Shqipëria 1 milion apo më shumë shqiptar, dhe se zoti Rama ishte një autokrat që kishte kapur gjithë pushtetet. Dhe kështu që kjo histori ka marrë fund tashmë me ardhjen dhe me mënyra se si po sillet Donald Trump duke sulmuar në kuptimin me të drejtë të zotit që të gjithë ata të cilët kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë bashkëpunojnë me fondacionin ose me multimiliarderin ose si e ka George Soros. Dhe kështu që zoti Rama rrezikon sepse zoti Rama është investuar jo vetëm në pikpamja në mënyrat që ne nuk I dim, por është investuar dhe drejt për drejt, duke pak në dy të vista që ai ka shprehur hapur mendimin e tij krejt të qetë, pa u ndikuar ndaj presidentit zotit Trump që ka quajtur një të keqe për rrezik për botë, për Amerikën dhe rrezik me të gjitha përmarrëdhëniet shqiptaro-amerikane, dhe kjo ka qenë në mënyrë të përsëritur, duke marrë parasysh pastaj më fund edhe
gjatë fushatës së fundit të vitit të kaluar, që edhe zonjë e parë, pra zonja Linda Rama, promovonte dhe bënte fushat për Kamala Harris duke promovuar asaj librat e saj në Shqipëri e kështu me radhë. Pra, zoti Rama ka dy probleme, i ka problemet edhe juridike, i ka problemet edhe politike, sepse nëse ta shikojmë në pikpamja politike, ju keni memorien, mund t'i thinim, ka një vit që zoti Trump ka ardhur në pushtet dhe ne nuk kemi, Shqipëria ka qenë, nuk është vizituar nga asnjë zyrtar amerikan. Ka ardhur vetëm ka takuar Altin Dumanin ose Claudian Brown pra në SPAC dhe janë larguar natën. Dhe ka 2 vite gjysmë, mos gaboj, pa ambasador. Dhe kjo tregon edhe një herë që Shtetet e Bashkuara i kanë ngrirë marrëdhëniet me qeverinë shqiptare dhe mos harrojmë që edhe për festën tonë të pavarësisë ata uruan popullin shqiptar dhe i bën thirrje popullit shqiptar që ju duhet distancoheni, e quhet Shqipëri narkoshtet e kështu me radhë, nëse do ta përkthejmë në gjuhën e trashë politike. Zoti Cakrani, duke pasur parasysh lëvizjet e Donald Trump me rastin e Maduros, por edhe mbështetjen amerikane ndaj SPAC-ut, a mendoni se së shpejti Edi Rama mund të thirret në SPAC për çështjen e dosjes me Gonigal, teksa petët e nxehta të Lakrorit tashmë janë hapur, po të përmendim këtu rastin e Belinda Ballukut? Do të kuptoni diçka, me ndryshimin e administratës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndryshoi qasjen edhe prokuroria, organi i akuzës, pra prokuroria e posaçme ose speciale. Dhe duke qenë se më parë ishte pa imagjinueshme që të merren në përgjegjësi penale zoti Velia, Erio Velia e ka fjalën, kryetari i Bashkisë së Tiranës, sepse kishte një mbrojtje politike nga George Soros, në ato dy nga babai dhe nga djali, por edhe nga fondacionet, të cilët kishin fondacionin Soros, i cili kishte qenë ideatori dhe regjizori dhe skenaristi i reformës në drejtësi në Shqipëri, dhe u godit zonja Balluku që mendoi se ishte një njeri shumë i fuqishëm, i paprekshëm, edhe pse zonja Balluku ishte njeri i lidhur me të gjitha bandat kriminale në vend. Zonja Balluku është zbës kryeministra në botë që menaxhon dhe është në njohje reale me të gjithë grupet kriminale në Shqipëri, për të cilat ajo i ka bërë edhe investitor strategjik, u ka dhënë edhe të copa toke në bazë të ligjit për investimet strategjike dhe i ka favorizuar ata në të gjithë bizneset e tyre për të pastruar parat ose për të investuar me parat të krimit dhe të korrupsionit. Kështu që zoti Rama është në hall dhe nga pikpamja dhe në këtë rast, sepse të gjithë, nëse zoti Meta sot është ish presidenti, është paraburgim sepse dëshiroi Erio Velia dhe zoti Jurikim, morë në përgjegjësi penale zoti Berisha, morë në përgjegjësi penale zoti Mediu apo edhe zonja Balluku dhe Erio Velia, tashmë radha i ka ardhur zoti Rama. Bollu sakrifikua zoti Meta për të arrestuar zotin Rama. Pra, është bërë kokë turku zoti Meta se ju duhet SPAC-ut për statistik, por në fund fare do të justifikojnë që janë ne arrestuam dhe bajmë në paraburgim ish presidentin, tani do marrim edhe kryeministrin që është detyrë kështu me radhë. Kështu që unë mendoj se zoti Rama nuk do t'i shpëtojë dot akuzës, pavarësisht se ai është në ushtrim të funksionit të tij. Ne themi një shprehje ne andej nga Toskëria, ne themi që peshku qelbet nga koka dhe sistemi korruptiv që është ndërtuar sot autorin dhe regjisorin e tij që është zoti Rama. Avokat, a mendoni se SPAC përveç thirrjes në SPAC të Edi Ramës, por konkretisht edhe drejtësia shqiptare në raport me mbështetjen e ndërkombëtarëve mund të nisë një aksion të atill për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të politikanëve shqiptarë, duke nisur nga Edi Rama, duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë i kanë ngrirë $10 miliardë në Zvicër vet Nicolas Maduros. Pra, a duhet filluar nga ky aksion goditja ndaj liderëve të korruptuar në këtë rast? Si praktik, prokuroria e posaçme kur nis një procedim penal për individ të saktuar që kanë lidhje korruptive e kështu me radhë, që janë funksionar ose ish funksionar publik,
në 90% të rasteve ajo nis bashkë me hetimin për të faktuar veprën penale, ata nisin dhe hetimin pasuror. Pra paralel nis dhe hetimi pasuror. Dhe duke bërë dhe hetimin, pra një hetim lidhur me gjendjen e pasurisë të paluajshme, padyshim që nëse do rezultoj se ka pasuri të paluajshme, do jeni të bindur që do jetë subjekt i hetimit dhe padyshim do jetë edhe subjekti në objektin e kërkesës për që mund të kërkohet një mas sigurimi për sekuestro e kështu me radhë. Kështu që kështu është ana procedurale nëse dikush një politikan hetohet edhe për gjendjen e tij pasurore, sepse fundit politikani prandaj hetohet për korrupsionin, për veprimet ose mos veprimet e tij që ka bërë ai në ushtrim të funksionit publik, dhe kështu që jam i mendimit se zoti Rama padyshim do ketë një hetim pasuror nëse do ketë një regjistrim procedimi penal ndaj tij. Mos harrojmë dhe diçka tjetër, duhet ta vëmë sjellë vëmendje këtë. Zoti Rama është unikal në botë për sa i përket mënyrës se si ai jeton, jetës së luksit që ai bën, sepse ai është përfaqësuesi i një partie të majtë dhe presupozohet të filozofinë e të majtës marksiste, ose jo, po deshet, presupozohet që liderët e tyre janë liderë që janë shtrienjësh me masat, janë liderë të cilët nuk jetojnë në luks, por jetojnë të barabartë me elektoratin e tyre, dhe ndërkohë ne na rezultojnë që në këtë Shqipërinë e varfër, në këtë Shqipërinë ku 60% e popullatës sipas Bankës Botërore janë në varfëri dhe 30% janë në varfëri ekstreme, jeton në saraje me vila në luksoze dhe me 5.000 metra sipërfaqe toke, dhe kjo bën që zoti Rama të padyshim prokuroria nëse të regjistron procedimi penal do të hetoj edhe për mënyrën jetën luksoze që ai ka shfaqur, nuk po hyj pastaj atyre akuzave të tjera, të cilët jo vera 33.000 euro, apo udhëtimet e tij me charter, apo udhëtimet e tij me avion të cilët ja dërgon Erdogani për çfarë për qëllim ja dërgon, këtë nuk e di, por pra padyshim që ai do hetohet ai rreth i tij familjar dhe bashkëshortja e tij që është kallëzuar në SPAK edhe nga për pasurinë e saj dhe nga zonja avokate nderuar zonja Adriana Kalaja.